Të zjarfiksit gjithmonë kanë nevojë për mbështetje. Kemi edhe 26 zjarfiks të ri shtesë, mirë po ju mungojnë edhe 44 tjerë. Investimi në këtë shërbim nuk ka të bëjë për individin, ka të bëjë për ruajtjen e jetës së njerëzve. Nuk është fest, është ditë për të përkujtuar edhe për ndërru të gjithë zjarfikset të në mënë botës që e kanë hup jetën në kryerjen e detyrave. Mirë po, kjo nuk është për të ndërru vetëm ata, është për të ndërru sakrificën e përditshme që e japin zjarfiksat kudo që janë ata. Në veç aty na këtu flasim për shërbimin e zjarfikës dhe shpëtimit në kryeqytet, për të ndërru edhe kolegët tanë, edhe ata të cilët nuk janë pjesë e shërbimit, po kanë dalë në pension, të gjithë ata që kanë kontribu në shërbimin e zjarfikës dhe shpëtimit. Mundet më bëj shumë më shumë, por jam i sigurt që ky shërbim do të arrijë ditën e vet aty ku e meriton, edhe pse në të kaluarën nuk u kanë aty ku e ka merituar ky shërbim tjetër, qoftë në shoqëri, qoftë në institucione. Investimi në këtë shërbim nuk ka të bëjë për individin, ka të bëjë për ruajtjen e jetës së njerëzve. Të zjarfiksit gjithmonë kanë nevojë për mbështetje. Kemi domosdoshmë shumë sfida përpara që ti përcjellin përvojat tona tek ata, njëkohësisht duke i ruajtur, sepse është një punë që ka rreziqe të mëdha. Mirë po, sa përket kushteve tjera, çdo herë zjarfiksi kanë nevojë edhe për teknologji të re, sepse është avancuar shumë. Zjarfiksit tanë janë 24 orë në ditë, 365 ditë në vit, janë të gatshëm në çfarëdo kohe që t'i ndihmojnë qytetit tonë, qytetarëve tonë, rajonit faktikisht, sepse zjarfiksa këtu në kryeqytet i ofrojnë shërbime edhe pjesëve tjera regionale në nevoja, në raste të nevojave. Edhe si e tillë ne si kryeqytet kemi bërë investime të shumta tash dhe vazhdojmë të bëjmë investime. Për shembull, mendojmë që zjarfiksit tonë që të jenë sa më të gatshëm që të mbrojnë jetat e tjerëve, duhet edhe ne t'i mbrojmë edhe mirëqenien e tyre. Edhe si rezultat për herë të parë në kryeqytet, faktikisht në Kosovë, kemi edhe organizuar fizioterapist për zjarfiksit, po ashtu kemi organizuar edhe shujta ditore për zjarfiksit që edhe në aspektin e nutricionizmit, faktikisht me qenë me pas një pikë ndihmëse për ta. Edhe po ashtu në buxhetin tonë në kryeqytet kemi buxhetuar edhe për pajisje të reja si kamion sulmues, si pajisje tjera shtesë për të mirën e zjarfiksve. Kërkoj që të kemi edhe një iniciativë edhe shtesë edhe nga niveli qendror, që t'i shtojmë po ashtu edhe zjarfiksit e ri. Pra zjarfiksit tonë ju kanë mungu zjarfiksat e ri me vitet të tona. Për fat të mirë, prej këtij viti tash kemi edhe 26 zjarfiks të ri shtesë, mirë po ju mungojnë edhe 44 tjerë.